Jemi rikthyer me pamjet e përdrejta nga palestra Sezai Soroi për ndjekur pjesën e dytë të duelit Proton Cable Prizreni Vllazimi, i cili përfundoi me shifrat 33-36 pas pjesës së parë. Për statistikat ku realisht shohim një lojë të barabartë në të gjitha statistikat. Numri i madh i reboundeve, 32 nga vendasi, 30 nga mysafirët. Kjo dhe shkaku i një efikasiteti jo ashtë të mirë, veçanërisht për 3 të dyja skuadrat dhe shumë mundësi të dyta për secilën skuadër në ato topat e kapur në ofenziv. Blokata normalisht 5 nga Vllazimi me Gjitopon, i cili ishte në një nivel të dur në aspektin defensiv dhe topat e humbur në një numër të vogël, nëse skuadrat u treguan më të kujtesshme në këtë aspekt. Gjithsesi, përgjithësi një lojë barabartë, të cilën do ta shohim se si do t'jetë në pjesën e dytë. Këta ishin aktorët kryesor, Johnson me 11 pikë dhe Koshi me 12 pikë në më pak minuta të luajtura. Dhe ishte vendimtar me ato 2 treshe që shënoi në çerekun e dytë, që mundsuan rikthimin e Vllazimit në avantazh pasi humbi çerekun e parë 25-19. Çereku i dytë që solli shumë pak pikë, 8-17 në favorin e Vllazimit, për t'i dhënë pra këtë avantazh të 3 pikëve. Në plan të parë dhe Johnson, cili pati edhe një moment tensioni me bashkëtarën e tij kryesor gjatë një time-outi në çerekun e dytë. Gati për të nisur pra çereku i tretë, me aksionin fillestar që do i takojë mysafirëve. Helms, Anderson, provon me njerë për 3, karin të shënoj, vetëm 3 treshe të realizuara në 19 tentime nga Vllazimi, shumë dobet në efikasitet. Back për 2, shënon asaj, më dobet në kthyer Helms. Anderson provon nga vërsia nga pjesa lyer dhe realizon për ta shtuar avantazhin në pas. Johnson, back, pasimi mjaft i mirë për Lanzel Smith, i cili faulohet. 2 tira do t'jenë për Smith Jr. 11 pikë në pjesën e parë edhe nga Smith, 7 rebounde. Vinë në të lirave një herë, e shënoj atë. Sarave dështon. Realizon në dytën. Helms. Gjitobo. Helms. Por paksa nuk i vjen Nixha top edhe pse lexoi shumë mirë. Koshi shfrytëzon këtë hapësirë. I realizuar në floater. Johnson. Pasimi për Smith Jr. Shërbehet back. Nuk shënon. Back e merr edhe një tjetër mundësin. Ka vjedhur Anderson. Koshi dhe Helms. Mjaft i mirë Koshi në vijën bazë, një tjetër treshe. E ati Koshi. 17 pikë deri më tani nga kapiteni i skuadrës. Atësia më lartë e Vllazimit. Smith Jr. Back. Realizon me faulin që ngarkohet për kundërshtarin e tij. Sa bukur edhe një asistimi i Helms të Koshi për atë treshe.
Shënon Terrell Beck. Edhe gjuetin e lirë. Aksion me 3 pikë edhe për Prizrenasit. Jericho Helms. Sinani. Provon korridorin qendror, një për një me Johnson, i dha një shtyrje. Kryezeu, mjaft i mirë në leximin e lojës. Sinani. Anderson faulohet, nuk arrin shënoj. Nëse se dytë lira për Trey Anderson. Alison Anderson, 2 gjuetë të lira. Jordan Johnson. Provon depërtimin, 2 lojtar të ngarkuar për të ndalur, ka shkaktuar faul. Albert Sinani. Ngritet Sinani, pati një rënje gjithashtu këndshme. Një përplasje me Johnson. Ekzekuton sakt. Helms. Sinani. Provon tentimin e tij. Edhe në situatën e dytë nuk arrin të shënoj. Johnson. Lëvizje shumë të mira këtu me Trey Anderson, pasimin në brendësi. Shkon Tenigja. Hapet Kryezeu, mjaft mirë aksioni, mirë po mungon finalizimi. Helms. Në Eurostep. Nuk realizon. Mungoj përsëri konkretizimi nga Jericho Helms. Gjithsesi do t'jetë në ekzekutimin e 2 të lirave. Lojtari amerikan. Realizon në gjuetin e parë. Po të lashës e përket të lirave në pjesën e parë, 4-8. Shënimi 5, vërcilët nga i 6. Johnson. Smith Jr. Pasimi në anën tjetër Tenigja. Gjuan për 3. Nuk shënon. Beck. Merë një tjetër rebound në sulm. Lojë me këmbë nga Gjitobo. Ullet Gjitobo. Këti pak knaqur Sharin me lojën e tij. Teksa kritikon gjatë uljes në bank. Beck. Bukur i shmanget blokadës. Në tentimin e dytë nuk shënon, mirë po faulohet.
Helms. Pasimi te Anderson. Walker. Anderson. Faulohet. Shumë faule në këtë qerek. Dhe rrjedhimisht përshojmë edhe gjuetet të lira në numër të madh. Pika 10 e Anderson. Tari Trejt që shkon në pikë 2 shifrore pas Helms dhe Kushit. Analizon që të dyja. Kushit do t'ullet, Poloshka në vendin e tij. Skuadra e Proton Cable Prizrenit pak rotacion realisht. Vetëm Nigja që është inkuadruar nga banka nga fillimi dhe që ka plotësuar më shumë se 20 minuta. 2 minuta ca edhe për Jordan. Johnson. Vizje mashtruese, Super Johnson. Nuk shënon Beck. Nuk e përmison që se si faulohet. Dhe në 2 gjuetet e lira për Terrible Beck. Vizje fantastike të Johnson. Teksa shojmë edhe njerë faulin. Poloshka. Sinan nga anash. Nuk shënon treshen Johnson. Nis dalin shpejt Proton Cable Prizrenit. Nigja provon për 3. Nuk realizon Beck në luftën e pa kompromis. Teknikën kërë trajnerin Rifati, i cili shfaqet shumë i nervozuar tek gjyqtari Shala. Ishte në fakt Lenzel Smith Jr. dhe jo Terrible Beck. Poloshka. Helms. Lenzel Smith. Kryeziu për 3. Nuk realizon Walker. Devion te Helms. Pasimi i tij për te Poloshka. 3-1 situata. Helms man 1. I merr faulin Kryeziut. Realizon duke mbetur i fauluar. Ullet Kryeziu në vendin e tij Shala. Realizon Helms. Përsëri në 9 avantazhi që ishte më i larti më herët. Johnson. Gjysëm distancë, nuk shënon. Fali për Walker. Dy lira do t'jenë për Beck.
realizon double back. Nigja me faulin. Tashmë të dyja skuadrat që kanë plotësuar numrin e fauleve. Nuk shënon Poloshka në tentimin e dytë. Johnson. Smith Jr. Devijohet pasimi nga Helms. Pak se 4 minuta deri në përfundim të këtij çereku. Çerek pak sa më dinamik se sa i dyti. Smith Jr. Reportimi i tij, faulohet. Apo jo, pranohen pikët. Duket që Walker ka munguar procesin. Në fakt ishte Anderson që po e kurjetën. Pikët janë pranuar për Proton Cable Prizrenin. Poloshka. Sinani. Walker. Kombinon dyshja, Sinani me pikë të lehta. Do të jenë neglizhente nga Proton Cable Prizreni. Johnson. Vizi me crossover, luajti me këmbë. Përmison trajneri Sharin. Duke lënë përparësi për vendimin e gjyqtarëve. Back. Është devijuar topi. Helms. Në zvidja dhe jo sportive nga Jordan Johnson. Është pa nevojshme nga se do ishte situatë në cilën edhe do të shënonte. Ka vendosur ta sfidoj trajneri Rifati vendimin e gjyqtarëve me një challenge. Nuk ka jo sportive. Një vendim i dur i trajnerit Rifati për ta sfiduar. Që Johnson kishte një rrezë për ta ndalur Helmsin dhe nuk bëri faulin të dhemi nga pjesa mbrapa. Realizon gjuetën e parë lirë. Në 10 avantazhi i vllazimit. Johnson. Në depërtimin, nuk shënon. Ribandi është për Anderson. Ndalet vetë për 3. Nuk shënon. Walker që luan i fundit. Kemi zëvendësim. Sinani dhe Helms.
Johnson. Pasimi te Nigja. Bedur I fauluar. Poloshka me personale. E dyta për Dom Poloshkën. Poloshka. Bërtje fantastike nga Jordan Johnson e ka devijuar topin. Tentativë rollingu për Poloshkën. Nigja. Back. Johnson një për një me Poloshkën. Johnson pasimi për te Back. Cili kaluhet të rifundit. Koshi dhe Poloshka. Dolan Treshën në këtë pjesë ballore nuk shënon Jordan Johnson. Shala. Back. Shalom për 3. Bigji të bon. Nuk ka shënim. Anderson. Dueliti me Shalen. Vendos ta bëj personale këtë duel dhe realizon në tentimin e tij për kë. Do dërguar në 11 pikë avantazhin. Johnson the back. Kombinim mjaft I mirë kë. Blokohet në Von Terwell back. Poloshka. Walker. Nxitohet Koshi. Përdor tabelën dhe realizon. Nigja. One për 2. Pa sukses. Terwell back me një rebound. Smith Jr. Pasimiana, Shala. Vizi mashtruese. Një tjetër back. Pa sukses. Deviju topi me njerë te Koshi. Walker. Gjitobo. Ja kanë vjetur topin për mrekulli. Lëtarët e Proton Cable prezentin më saksi Smith Jr. Johnson për 3. Nuk shënon. Topin mbi tabel. Tentimi 5 për 3 në këtë qerek. Asnjë shënim nga Proton Cable Prizreni. Dhe dy treshë në gjithë ndeshjen. Poloshka. Shoni vetëm. Realizon. Në sekundat e fundit të këtij qereku. Për të fituar në rezultatin 27-15 këtë qerek skuadra Vllazimit. Përsëri Proton Cable Prizreni që dështon në fazën ofensive mirë po kësaj radhe. Pati shumë hapësira edhe në mbrojtje duke liguar mos shumë tipik nga Vllazimi gjatë këtyre 3 qerekëve. Ju lëmë me pamjet më të mira të këtij qereku për të kthyer me qerekun e 4. Shohim statistikat e përgjithshme pas qerekut të tretë. Ngritje lehtë në përqindje
sa përket gjuajtjeve në parket për vllazimin, veçanërisht në aspektin e hapësirës për dy. Realizuan realisht edhe disa treshe skuadra e vllazimit. Ka cesh dy shumë të rëndësishme në këtë qerek që lam. Nigja. Babon treshen, airball. Koshi. Ka shënim Shala, e parluën të Jordan Johnson. Terrible back. Arin Shënoj e shfrytëzon hapësirën. Këtë para në këtë qerek. Poloshka. Anderson. Për dy Shannon faulohet. Nga Nigja i cili ngarkohet me personalen e tretë. Ullet krye, në fakt Nigja inkuadrohet Kryeziu. Anderson me një paraqitje shumë mirë në pjesën e dytë. Realizon gjuajtjen e lirë. Kryeziu. Kombinimi me back. Shënimi i radhës, 4 pikë me radhë të Thurwell back. Tashmë është shënuesi më i mirë i skuadrës. Poloshka. Faulohet Anderson. Fauli nga Smith Jr. Double-double, 20.13 rebound për back. Sot në luftën e tij të shmueshme në pozitën e qendrës. Koshi për dy shënon në presionin e kohës. 21 pikë nga Atik Koshi. Johnson. Mjaft i mirë depërtimi. Poloshka. Gjuan për 3, nuk shënon. Dhe njerë dyshe e Atik Koshit. Jordan Johnson. Smith Jr. Provon për 2, nuk shënon. Shala me një punë të mirë për ta marrë aksionin e dytë. Kryeziu në ballore realizon për 57-68. Trey Anderson. Crossover Anderson. Realizon me tabel. 18 pikë edhe nga Anderson. Kryeziu. Provon për ballë Koshi shënon. Vazhdon serinë e mirë edhe Kryeziu. Për 5 pikë ekspres prej tij. Anderson. Realizon nga pjesa e lyer. Faulohet Smith Jr. nga Anderson. Shën treshën e Kryeziut, që ishte para në këtë pjesë të dytë.
pos Walker ullet edhe Anderson, në lojë Sinani. Johnson. Pasimiana, Shala për 3. Nuk shënon, Gjitobo. Të lashe për të marrë reboundin, Beck, Ashfordson me tabel. Helens. Provon për 2, nuk shënon, Beck. Me reboundin pasimi gabuar. Sinani. Shënon vet. Albert Sinani. Smith Jr. Provon Kryeziu për sëri për 3. Gjitobo këse radhe për më mirë në këtë box out. Poloshka. Dimohet nga Gjitobo për 3. Don Poloshka. Ora përsin prej 16 pikëve. Shala, reboundin u vëndzir pas uqjes, Beck. Shënon asaj, Sinani. Nisë aksionit e Helms, në mesin e 2 lojtarëve, Helms shkoni vetëm, faulohet. Drilan Shala. Personalja 3. Edhe preshja Poloshkës. Lojtari 4 që bëhet në pik 2 shifrore të vazhimi Poloshka. Koshi si më efikase 21 pik. Anderson 20, Helms 15. Gjuajtja 6 e humbur e lirë nga Helms. Në shënime në 15, shënimi 10. Nija. Realizon me tabel. Atik Koshi. Gjitobo, faulo dhe shënon. Jason Gjitobo. Gotë Koshi. Kuadrohet i riu Ambri Bedra. Realizon Gjitobo, 20 për para vllazënimi. Jordan. Shkel vijen. Poloshka. Ka shkelur vijen na Sinani. Të pavëmendshëm lojtarët e të dyja skuadrave në kufizimet. Johnson, pasim mjaft i mirë të Jordan. Faulohet nga Gjitobo. Personalja 3. Dy të lira për Daryl Johnson në Jordan, kërkindjes. Ende pa pik, në mundësi që shënoj pikën e parë. Poloshka. Provon vetë për 3, shënon edhe Don Poloshka. Të shfrytëzoj hapësirën.
Kryeziu për kundër përgjigje, pa fat. Qitobo e merr topin e kthyer, Polloshka deri te Sinani i cili shkon për ngulitje. Mbetet i fauluar. Të lira për Arber Sinanin. Fauloj Kryeziu. Ullet Helms me 16 pikë, 8 rebounde, 8 asistime një lojë shumë e mirë e tij. Smith Jr. Analizon me tabel. Vedra. Pasimi te Cingu. Polloshka. Shërbehet Sinani, provon nga via baz. Nuk realizon. Vedra ka devijuar. Shikoni një fest e veçantë ndërmjet Helms. Një pjesëtari të ri tek banka e vllazimit. E bukur për të parë. Falë në sulm. Doni do t'jetë të lirat. Shumë njërë faulin e Kryeziut. Futko. Jordan. Shënon, betet i fauluar. Vedra. Një për një me Futko. Pasi nga është i gabuar, ka vjedhur Jordan Johnson. Dhe për Jordan. Që ka arrin me një ngulitje të bukur ta mbyll aksionin. Shumë disa prej statistikave poshtë, dy lojtarëve ndoshta më të mirë për secilën skuadër. Beck dhe Anderson. Sinani, Vedra. Futko, gjua për 3, shanon me tabel. Një treshë veçantë
Një top shumë të lartë. Bedra. Provon edhe ky realizon edhe Ambri Bedra. Lojë e bukur nga të rinjët. Futko fillimisht. E pastaj Bedra, i cili përdori këtë hap prapa apo step back në zhargonin e gjuhës angleze. Nigja. Nuk realizon. Poloshka, topi përpara. Bedra, faulohet. Janë dy të lira për Ambri Bedrën. Kuadruar tashmë edhe Bled Deva, i riu i tjetër të skuadra vllazimit. Futko. Mesre dy lojtarëve, pasimi mjaft i mirë të Jordan, cili e vonon lojën. Faulohet nga Gjitobo. Kjo është ngulitja më e bukur ndoshta ndeshjes. Vendosu ta rishikoj situatën gjyqtari Goçaj me kërkesën e trajnerit Rifati. Nuk ka intens për jo sportive, sipas gjyqtarëve. Realizon. Poloshka. Bedra. Volon përsëri për 3. Bedra me treshën e dytë. Jordan. Realizon në mundësinë e dytë. Përsëri Bedra. Provon kësaj radhe depërtimin dhe mjaft i bukur. Ky shënim nga Ambri Bedra. Smedgjuni që kundër përgjigjet. Deva. Cingu. Provon nga distanca. Që edhe njerë dy shënimet e fundit e Bedrës. Nëse se këtu mbyllet takimi në Sezai Suroj 77-95, skuadra vllazimit me një paraqitje shumë të mirë në pjesën e dytë. Arrin që të bëjë diferencën duke fituar takimin e 12 të sezonit dhe duke kaluar tashmë në vendin e 5. Rekord të ngjashëm me vendin e 6 me Hyllin. Teksa Peja gjendet si për tyre me 13 fitur dhe 12 humbje. Normalisht synimi do t'jetë që kërkojnë në top 4-shën. Proton Cable Prizreni pse në humbjen e 20 të këtij sezoni mbetet në vendin e fundit në tabel. Do t'jemi pas pak me intervistat para se ta mbyllim transmetimin nga Sezai Suroj. Jemi me pjesën e intervistave, kam pranë zotrin Armner Rifati nga rodhët e Proton Cable Prizrenit, trajner. Enis Çereku në pas shumë mirë, po duket që ajo periudha e Çerekut të dytë, fillimi kur nuk shënuat ndoshta në 5 minuta, sikur e la skuadrën e vllazimit ta merr atë avantazhin dhe pastaj ishte vështirë për ta mbajtur ritmin. Po, pajtohem, mendoj që njëtë sikur se lojën e kaluar me Bashkimin që patëm një gërë Çerek tret, sot na ndodhi në
në çerekun e dytë. Po normal kjo dihet për shkak se të mungesës të rotacionit ndoshta në skuadër, por nuk është kjo mendoj prap justifikim. Pra mund të them që me plot përgjegjësi që këtë javë nuk kena ushtruar si duhet, për shkak se Jordan Johnson edhe Denzel Smith kanë qenë të lëndum, plus edhe Ronda Syla ndoshta na u lëndu. Po zgjedhë sot me dhimbje të krahut plus me grip. Diqysh arriti prap t'i luaj ato minutat e veta, po që nuk na dhan normalisht që ku nuk ushtron mirë edhe nuk mund të shohësh ndjeshe përkundër kësaj na si vjet patëm një fat shumë të keq me lëndime. Tani për këtë pjesë e mbetur të shohim apo vazhdojmë me lujt apo shkojmë në qendër rehabilitimit e në Naila dikun se diçka si vjet s'po na shkon. Po sidoqë të jetë, kjo është basketbolli, dihet që edhe një fati sportiv është një faktor shumë relevant në sportin në sport në përgjithësi. Vllaznimi si vjet ka pasur një kontinuitet më të mirë, plus marrjen e trajnerit Sharin kanë bërë gjëra të mira, kështu që përkundër që ata patën sot një mungesë, nuk u vrej shumë, është fitore tyre merituar dhe i dëshiroj sukses në play-off. Tyre dhe gjithë skuadrat e tjera. Trajneri s'po të marr më shumë kohë, përmbledhet shumë mirë. Faleminderit për kohën edhe shëndet. Shëndet. Ky është prononcimi i trajnerit Rifatit, ta shpresim edhe trajnerin nga radhët e vllazimit, zotrin Jeronimo Sharin. Jemi tashmë edhe me trajnerin Sharin nga radhët e vllazimit. Coach, first of all, congrats on this win. The first quarter was a problematic quarter for you in terms how you finished the quarter, but in the second quarter you kept the rhythm, and despite the tough losses in the previous matches, tonight you handled very well the second period. Well, I would say that the first half probably was our worst half since I came here. We played very bad, very unorganized, stupid in offense, stupid in defense. We look really, bad these first 20 minutes. What is the reason for that? Probably everything what happened the last 4 games and this mental issue what the players has. What would happen if we get these 4 victories? What are unfair? We didn't get it. And I guess that is the reason, but thanks God, talk a lot with them in the halftime. They switched this mind at the halftime at the locker room, and they step out on a very good rhythm. For the second half, we play very well, and we, on the end, we have a chance to put these young kids to play inside, and we can be happy with the victory and with the playoff. Coach, next matches are very important. Can we say the most important phase of the season? You play against Uli in Unique League, then against Bora to chase that top 4 finish, which is, I think, a priority. Azemi was absent tonight, and how do you see the physicality of your team to push up in the last games in the season? We had a lot of problems the last 15 days with new player. He didn't come yet. Maybe he will not come at all because of some issues. Also, Azemi has a very big family problem, and there's some things in the life more important than basketball. So we respect him. Hopefully, he will be back soon, and I wish all the best to his family. We come to the playoff. That is the target of the team, and now we will try to sell our skin on the best possible way. We show that we can beat everybody. Unfortunately, also we can lose some game, but if we're going to have this mindset like we have a second half, I'm not afraid of anybody. Thank you, Coach, for your time, and good luck for the next matches. Thank you very much. Ishim edhe me trajnerin Sharin, I cili fillimisht tregoi që pjesa e parë e skuadrës së vllazimit ishte ndoshta pjesa e parë më e dobët gjatë këtij sezoni. Kjo ndoshta edhe si pasojë e një mentaliteti I cili është gjeneruar nga humbjet që skuadra e vllazimit, sipas tij ai cilësoi disa humbje të padrejta në këto ndeshje të fundit, mirë po ai fjalimi që mbajti në pjesën e parë të ndeshjes sot më bëri që vllazimi të luante shumë më mirë në pjesën e dytë, po ashtu pyet rreth ta themi pjesës finale të sezonit kur vllazimi do të jetë angazhuar në ligën unike ndaj skuadrës së Yllit, po ashtu do të ketë 3 ndeshje të tjera për ta përfunduar sezonin e rregullt. Ai tha se është shumë I kënaqur me mënyrën se si skuadra e vllazimit ka luajtur gjatë këtij sezoni.
Azoni dhe po që se luajnë me mentalitetin që treguan në pjesën e dytë, ai nuk është i friksuar nga askush, po ashtu potencoj edhe inkuadrimin e disa lojtarëve të rinj të cilët kontribuan në këtë ndeshje, po ashtu mungesën e Azemit, i cili theksoi që ka një problem në familje dhe se gjërat janë më të rëndësishme jashtë basketbollit siç është familja, po ashtu potencoj që një lojtar amerikan ka patur të mbërritë vllazimi, mirë po për disa çështje teknike ai nuk ka ardhur dhe se ndoshta nuk do të vijë deri në fund këtij edicioni, mirë po u shpreh që është i përgatitur për këto ndeshje të fundit të sezonit dhe do të jap më të mirën nga skuadra e tij. Ishte edhe kjo tërë sa përket transmetimit drejt për drejt nga palestra Sezai Suroi. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takim në transmetimet tona të radhës.